Ladies and gentlemen, welcome to Day 2 of IAIS 2025 Annual Conference. Please turn your attention to the main screen for a special message from our host country. Welcome to Albania. Welcome to a land where mountains meet the sea and tradition walks hand in hand with tomorrow. Welcome to a country that grows, builds and believes, where every sunrise brings new ideas and every handshake opens new horizons. Welcome to a culture that never forgets its roots, yet reaches fearlessly toward innovation, from the crafts of yesterday to the technologies of today, from timeless heritage to boundless opportunity. Welcome to a place where connection drives progress, where ideas cross borders and ambition shapes the future. Welcome to Tirana, the heart of a country on the move and the stage for global dialogue and cooperation. Welcome to progress, to partnership, to possibility, to Albania. Ladies and gentlemen, please welcome the Master of Ceremony, Mr. Ali Aslan. Very good morning, everyone. Prime Minister Edi Rama. Mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes Kryeministër Edi Rama, shkëlqyesi zonja dhe zotrinj, mirëseardhje mjaft ngrohtë, mirëseardhjet në ditën e dytë të konferencës vjetore të shoqatës mbikëqyrësve të sigurimeve. Shpresoj që të gjithë keni kaluar një mbrëmje të mrekullueshme. Dje tham që për shumë prej jush ka qenë dhe është në fakt vizita e parë në Tiranë, në Shqipëri, dhe shpresoj që e keni shfrytzuar mirë mbrëmjen e kaluar dhe keni përjetuar gjithë gjallërinë e fuqinë e këtij qyteti mjaft bukur. Zonja e zotrinj, më shumë se sa 500 pjesëmarrës nga 130 jurisdiksione kanë mbritur në konferencën e dytë dietore të shoqatës së mbikëqyrësve ndërkombëtare. Dhe në fakt çfarë është shumë e rëndësishme është që kjo është konferenca e parë ndërkombëtare e kësaj shoqate ndërkombëtare që ndodh në Ballkan. Dhe ky është një sinjal i qartë, ashtu siç e theksoi dhe videoja, që ky rajon, por sidomos Shqipëria, është në lëvizje shumë. Kjo konferencë natyrisht nuk do të ishte e mundur pa mikpritjen e jashtëzakonshme dhe bashkëpunimin me autoritetin shqiptar të mbikëqyrjes, kështu që ju jemi të rësisht mbikëqyrë, ju jemi të rësisht mirënjohës dhe gjithë ekipit që na kanë bërë të ndihemi të mirëseardhur dhe që kanë bërë një sukses të tillë të konferencë. Pa shumë vonesë, dua që të jap fjalën për të nisur ditën e dytë drejtorit të përgjithshëm të autoritetit mbikëqyrës shqiptar. Ju lutem, zonja dhe zotrinj, mirëprisni zonjën Mimoza Kaçi.